Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot do ndaj me ju një nga supat më të thjeshta në përgatitje, të lehta që mund ta përgatisni shumë shpejt. Është çorba me oriz, është një recetë e gjyshes, e cila jam e sigurt që kur ta provoni do ta përgatisni gjithmonë sepse bëhet shpejt, është e lehtë dhe është shumë e shijshme. Fillimisht do vendosim një filxhan oriz, të cilën unë e kam larë para, të zjej me 3-4 filxhan ujë. Ndërkohë që orizi do zjej, do përzjem 200 gram kos, një të verdhë veze, një lugë miell gruri, të cilën unë e kam skuqur pak para për t'i dhënë aromë të mirë, pak lëng limoni, krip, piper të zi dhe pak hudhër. Do ta përzjem masën shumë mirë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe. Pasi orizi ka zier, do marrim nga lëngu i tij dhe do ta përzjejmë me masën që përgatitëm. Pasi i kemi përzierë mirë në mënyrë që të mos pritet veza, prandaj bëhet kjo përzierje, do ta shtojmë masën në tenxhere aty ku kemi zier edhe orizin, duke e përzier shumë shpejt dhe vazhdimisht. Do vazhdojmë zierjen edhe për pak minuta, sa të trashet masa duke e përzier vazhdimisht. Mund të shihni edhe masën e ujit, nëse nevojitet edhe pak mund të shtoni. Nëse dëshironi mund të shtoni edhe lëng mishi, kjo është sipas dëshirës. Dhe për pak minuta supa është gati. Unë kam skuqur edhe pak gjalp me spesë të kuq të ëmbël, jep aromë shumë të mirë, unë e preferoj shumë. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund ta shkruani në koment. Siç e shihni, çorba është gati. Shumë e thjeshtë, shumë e lehtë në përgatitje dhe ju siguroj që do ta pëlqeni edhe në shije. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypje në koment. Faleminderit që më ndiqni.